O ma të të merë Dhe shikojnë sa e fortë ti e ti. Me një pilsor apo. Qyzi qesh, ajo kurva. Gjëja që pat është modeli i një pensioniste shembullore, një nëne, një gjyshjeje dhe një gruaje tjashtë-zakonshme. Ndryshe nga këto trushplarët, këto ignorantët, këto mbeturinat që shihni në për komentet te komentet e mia në Facebook e në YouTube, ca truthar. Ja, kjo është pensionistja që ne duhet ta paraqesim si model. Është një nënë e fortë shqiptare që proteston edhe nuk qa kokën për një tuf rrugeçërish me uniformë policie që tregojnë forcën, në fakt duke tentu të tregojnë forcën e pushtetit, duke e tërheq zvarr, tregojnë ndopsinë dhe kalbësinë e këtij pushteti. Ashtu sikurse tregojnë edhe ata që po ju them, pra që i enden nëpër rrjetet sociale, kalbësirën shpirtërore dhe mendore të disa njerëzve në Shqipëri. Që s'kan pension, që s'kan ilaçe, që s'kan bukë të hanë, që marrin para fëmijëve nga emigracioni dhe ku është kalba i shumë shpirti sa vazhdojnë akoma partia. Pra ky është një shembull ideal i kalbësimit zemrës së një njeriu, dhe ky tjetri që pat në video, kjo grua zonjë fisnike, është shembulli se si duhet sillet një njeri që jeton kushte të vështira, që sheh rinin që ka 54 ditë shesheve të Shqipërisë dhe del edhe i mbështet, del edhe proteston, del edhe ngren zërin dhe nuk ka frikë nga një regjim që ka ftyrë fashizmi. Ajo që pam sot nga protesta para Kuvendit Shqipërisë ka fytyrën e fashizmit. Një polici që në urdhrat e Edi Ramës, se s'ka diskutim që është në urdhrat e Edi Ramës, dhunon barbarisht goca të reja, çuna të ri, prindër me fëmijë në krah. Po ta keni pa, ishte një nën me një baba me një fëmijë në kalaqaf në krah dhe ato policët armatos deri në dhëm përpara. Të moshuar u hodhën gaz, u hodhën ujë, i tërhiqnin zvarr. Ky është një formë se si regjimet kur u vjen ngordhja sillen me qytetarët e tyre. Se në fund fare çfarë po bënin qytetarët? Po u gjunin me vezë. Edhe po u thërrisnin në emër o hajdut. Si mundet, e keni pa një video që Sara Mile shkon në Kuvendin e Republikës me bodyguard. Keni pa dhe tjera ku deputetët fluturojnë me makinat rrofe se u gjujnë qytetarët me vezë. Dhe e gjut në sallën e parlamentit Taulant Ballën që i quajti terrorist. Njeriu më i zellshëm për të shthur gojën në mbrojtje të regjimit kriminal të Edi Ramës. Taulant Balla. Kjo ishte një shfaqje që e pam ditën e sotme, çka tregon se ky regjim sigurisht nuk ka shpëtim tjetër veç se largimit nga pushteti, por do jetë me një kosto shumë të lartë. Kush mendon se Edi Rama do ikë kollaj, se tani na ra goja duke e thënë këtë, gabohet shumë rënd. Qindra ligje i ka votu sot në parlament vetëm me me forcën e kartonit të ignorantëve, të plehrave që kinse përfaqësojnë Partinë Socialiste të Shqipërisë, nuk përfaqësojnë më as Partinë Socialiste të Shqipërisë. Një turp i pa shoq ishte ajo që ndodhi sot. Pastaj turru mrapa policë civil duke arrestu çuna e goca të ri
duke u turr mrapa nga lana dhe hënë në një mënyrë shumë të shëmtuar. Një pushtet, një qeveri që pretendon se ka 83 mandate legjitime në parlament, qa nevoje ka të ushtrojnë dhunë? Qa nevoje ka të ngrej fantazma me iraniane, me kineze, me dreqi, me të birin? Çfarë nevoje ka në qoftë se është legjitim? Se po ti është legjitim, nuk ke nevojë me hiperbolizu e me po sikur këtu po ndodh nami, thjesht po ndodh një protestë qytetare civile që nuk ka ndërmend të ndalet. Pra në mënyrë të përmbledhur, se kaq desha të merrem me protestën, është ajo që u thash, kjo është nëna model, kjo është pensionistja model, kjo është shqiptarja shqiponj. Ata që rrinë në rrjetet sociale si ngordh sira, edhe mbrojnë një pushtet hajdut, ata janë shpirt kalbur. Dhe tjetra ishte, ky regjim sot tregon fytyrën e tij fashiste. Sjellja e policisë shtetit sot është sjellja e një policie të një regjimi fashist. Kalojmë ke pjesa tjetër. Kur Tavlan Balla foli për atë të reformën territoriale. Para një 2 ditësh unë ju thash në një status në Facebook për atë të Librazhdit, që do bashkojnë Librazhdin me Prensin, që Olës Komici edhe Bora Muzhaqi janë ja 2 lotra, ja 2 rob që thjesht marrin një rrogë 4-5 milion lekë mujit, nuk janë për asgjë tjetër, nuk i pyet askush tjetër. Edhe këtë e tregoj sot, sepse doli vetë Taulanti, i zoti punës, edhe tha që ajo tha do bëhet kështu siç e kemi nisë, tha, sepse Prenjasi bashkë me Librazhdin kanë qenë. A ditët e statusin Facebook, unë thash që opozita ka lënë vendin bosh, edhe duke pas parasysh se mbulimin e Librazhdit a Prensit nuk e bën përmes një deputeti drejt për drejt, po e bën përmes Klodiana Çapjas, për të cilën u informova që qenë ka me origjinë nga Librazhdi, Klodiana, nuk e dija, shumë mirë, por që gjithsesi ajo që i thash unë atë ditë ishte se prap nuk përfaqësohet edhe e kisha fjalën politikisht që Partia Demokratike nuk e përfaqëson atë zonë, 2 zona, Librazhdin dhe Prensin, që janë zona shumë të mëdha, me shumë halle dhe me shumë probleme, ndërsa këta tjerët e përfaqësojnë me gati 3 deputet. Olës Komici, Bora Muzhaqi dhe Taulanti më që nuk heq dorë, sepse ja ka pa shijen urtësisë edhe budallikut atyre njerëzve që su ka bo asgjë, po thjesht i merr nga një herë në telefon edhe mashtrohen prej tij. Pra kjo ishte ajo, nuk është se kisha gjë tjetër me këtë, se ç'të merresh me diskutime të tjera. Por reforma territoriale që po bëjnë këta, e kemi diskutuar shumë herë, shumë njerëz e kanë thënë edhe publikisht që ajo është reformë politike, nuk është reformë territoriale, nuk ka lidhje me të qenit reformë territoriale. Është një reformë politike që po e bën Edi Rama me qëllim që në momentin e parë që do shkojnë në zgjedhje ta ketë kopsit rajonet e nxjerrjes së deputetëve dhe të kryetarëve të bashkive, të miksojnë zona që janë të djathta me shumicë, t'i çojnë te zonat
t'i fus në sundimin e zonave të majta apo ose anasjellta me qëllim që të përmbys rezultatet. Edhe ku e bën këtë? E bën Mirtit, e bën Rogozhin, pra do ja fut kavajën Rogozhinën ja fut Kavajës me qëllim që të thyjnë bashkinë e Kavajës sepse nuk e ka të vetën, e ka humb bashkinë e Kavajës. Ma e gjik pultin e kondicionerit. Dhe Prenjasi është zonë që Prenjasi ka disa Prenjasi ka ca zona që votojnë djathtas, janë to rajcat kanë qenë shumë pro djathtas. Edhe do që Prenjasin t'ja nënshtrojnë në Librashtit. Ato zona aktualisht as sot nuk kanë shërbime, por megjithatë vazhdon me teorinë e bashkimeve të mëdha, sepse është i vetëdijshëm që ky vend do shkojnë shumë shpejt në zgjedhjet parakohshme dhe do që me forcën e kartonave të vjedhur, me 83 mandatet e vjedhura, të ketë mundësi të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve të ardhshme. Pra nuk heq dorë Edi Rama nga pushteti, nuk pranon Edi Rama t'jap dorëheqjen siç i thon flamingot, përveç se në një rast që e kemi përmend disa herë. Partia Socialiste ose shtrëngimi i spakut nga ndërkombëtarët. Me sa duket në Partinë Socialiste do jetë shumë e vështirë që të ketë një grupim deputetësh rreth, po themi si shembull rreth Spiro Pali, se ishin habit sa sot, thojen që ora çpati Spiro Pali se u zu Spiro Pali me Berishën, edhe më pyesin dhe mua pastaj ora çpati Spiro Pali, po Spiro Pali nuk është e Partisë Demokratike. Unë nuk e kam mbështet Spiro Palin, se që t'jetë dakord me Berishën, e kam mbështet Spiro Palin që të mos jetë dakord me Edi Ramën, sepse Spiro Pali mund ndikojnë vetëm Partinë Socialiste nëse do ta ndikojnë, dhe aty është ndikimi i asaj te Partia Socialiste, të çlirojnë, të bëjnë një grup, të bëhen një grup, po përmend Spiro Palin, po mos përmend edhe këtë Ditmir Bushatin, mund përmend edhe Damian Gjiknurin. Pra këta nuk do bëhen ndonjëherë me Berishën kurrë. Edhe unë nuk i mbështes që këta të bëhen me Berishën, se s'ka kuptim të bëhen me Berishën, ata sa ata janë të majt, ata du të bëhen me Partinë Socialiste dhe të shpëtojnë Partinë Socialiste nga pengmarrja e Edi Ramës. Pra kjo është e gjithë historia e gjithë njerëzve që janë habit, edhe më kanë pyetur sot të habitur, po Spiro Pali të shne Spiro Pali, domethënë se kanë menuar që Spiro Pali do dalë do thotë aty në parlament Berisha është burr i mirë shumë, Rama është burr i keq. Në atë moment që del Spiro Pali dhe thotë kështu, ajo s'ke çka kërkon më prej asaj, domethënë se i bi sigur ka kaluar me Partinë Demokratike, pa ajo s'është e PD-s. Ajo është socialiste. Sigurisht do thotë ikë edhe te Berishës. Por ajo që duhet i kërkohet Spiro Palit nga opinioni publik, nga socialistët, është që duhet ta artikuloj dhe t'i vej në emër gjës tani. E tha dhe sot, por nuk pati guxim t'ja përmend emrin Belinda Ballukut për sulmet që janë bë asaj dhe familjarëve të saj, edhe nuk pati guxim të përmend edhe emrin e Edi Ramës. Pra nëse ka pas një thelb fjalimi Spiro Palit sot, ishte për Belinda Ballukun i drejt për drejt edhe për Edi Ramën. Që tha as ajo, as ai nuk më trembin dot, e nuk më intimidojnë dot, pra për sulmet që i bëjnë familjarëve të saj. Por duhet i vej në emër Elisa Spiro Pali, shpresojmë t'ja vej nesër tek mbledhja e grupit parlamentar që ka thirrë Rama. Por kaq sa për sqarim, për këtë do që ka mbetur i habitur, sepse Elisa Spiro Pali i tha Berishës sot që i këti. Elisa Spiro Pali ashtu do. Që ti Berisha ti Rama dhe të bëhet ajo, po nuk është me rëndësi se çfarë i thot Elisa Spiro Pali Sali Berishës. Pra nuk ka hiç rëndësi
ashtu siç i tha, shumë mirë i tha, e kujton puna vet, sepse ajo nuk është e djathtë, është e majt. Ajo ashtu siç i tha Sali Berishës, duhet t'i thoshte Edi Ramës. Pra se si pi uji asaj, është Sali Berisha në krye të PD-s apo s'është Sali Berisha në krye të PD-s. Elisa Spiropalit i pi ujë që Edi Rama mos jetë në krye të Partisë Socialiste, sepse ka marrë peng Partisë Socialiste dhe përmes Partisë Socialiste ka marrë peng gjithë Shqipërinë. Është marrë vetë peng, siç pretendon edhe Spiropalit e ajo që thoshte sot, nga Belinda Balluku. Këtë gjë duhet ajo t'i vej në emër kësaj, mos të ketë frikë më. Jo se ka frikë, po ndoshta ka pak ngurrim, sepse ajo e di që grupi parlamentar janë të pabesë. 90% atyre janë hajdut, janë të impliku, ose janë të sjellë në parlament nga krimi, ose duke ardhur në parlament janë inkriminu me afera korruptive, me tjetra dhe e di që ata me i të dridh, me i vërshëllyer Bilbilit Rama, i ven gjunjë. Edhe këto lloj kalkulimesh mund të bëjnë Elisa që rri e ndrojtur. Nuk ja përmend dot emrin e Edi Ramës. Amo ka ardhur koha që duhet përmend me emër ai, me e thy frikën, sepse ai dorëzohet, e të shkretët këta pastaj që bën edhe nuk e nxorën zërin. Dorëzohet Edi Rama, sepse e ka flak Sorosi nga oborri i tij, dhe po të flaku Sorosi nga oborri jot, do të thotë që i ke marrë fund, nuk e ngren kokën më. Po të etiketoj edhe tradhtar bukshkal, siç e ka etiketuar i Rama, akoma edhe më keq. Edhe do të marrë fund me gjithë përpjekjet që po bën, me atë që po përflitet 300 milionë euro si gjë do i blejnë armë Amerikës për t'i rrejt menjen Trumpit për ta marrë summitin e NATO-s në 2027, se vetëm një qëllim ka ai, të sigurojnë summitin e NATO-s, sepse ja tërhoqën tani, nuk janë më dakord ata, nuk e kanë më prioritet që ta bëjnë në Shqipëri, marrë summitin e NATO-s në Tiranë. Po se mori summitin, do të thotë që bileta e atij është shpreh edhe nga Trumpi, edhe nuk ka më shpëtim. Prandaj ky regjimi i këtij ka marrë formë fashizmi. E ky është sjellë sot si fashist, me protestuesit, me pleq, me të ri, me fëmijë, e me çdo njeri që ka dalë me vullnet lirë në një protest jo partijake, megjithëse aty ka nga të gjitha partitë, por nuk ka udhëheqje në një parti të caktuar. Prandaj e ka marrë formën dhe ky është fashizëm i pushtetit që ka frikë nga populli vet. Pra kjo ishte tema sotme, për ne e hapa me atë videon, ajo nëna atje është pensioniste, ajo është pensioniste, ajo është heroin, kurse këta që ende në rrjetet sociale si ngordhësira, ta janë shpirt kalbur, që duhet të reflektojnë se i kanë marrë në qafë të ardhmen e fëmijëve dhe të nipërve të tyre. Ata policët atje duhet të reflektojnë, mos rrafin njerëzit ashtu, mos dhunojnë njerëzit ashtu. Opozita duhet të ngrejnë këmbë Rogozhinën, Mirditën, Prenjasin, Memaliajn, në çdo vend që këta kërkojnë, bëjnë bashkime bashkiake. Këtu tani është detyra e opozitës, se nuk mund t'i ndjeki flamingoja këto, të ngrejnë këmbë këto zona dhe të bëjnë namin derisa të refuzohet edhe mos të bëhet kjo reformë territoriale. Këto e ka në dorë opozita dhe e ka detyrë opozita për ta bërë. Flamingot e dinë dhe duhet ta dinë që revolucioni nuk bëhet gjithmonë me bambuk. Megjithatë, unë atyre dhe ajo. Kaq ishte për sot. Për ftyrën fashiste, naziste të shtetit Edi Ramës. Mirupafshim.